Abdullah ibn Mubarak, një dietar I shquar, na tregon një rast. Thot isha në Kabe duke bë tavaf. Shof pranë meje një grua bon tavaf shumë herë, thot elhamdulillah o Zot, që më ke sprovu, po nuk di a kom duru sa duhet. O Zot, nëse kam duru për ty, bënë magfiret, rreth Kabes po bën tavaf. Elhamdulillah o Zot, që ti më ke sprovu, unë kam duru. Ama a kom duru si duhet dhe a kom bë durimin veç për ty o Zot, lutem që ta kem pas durimin për ty. Edhe kështu e përsërit. Abdullah ibn Mubarak ka qenë një dietar I shquar, kur e kryin ajo tavafin, vetëm që lutjet duke e ba, e kryin tavafin, I fal 2 rekat namaz, këti mbetet kjo si çudi. Thot, motër, a bën të veti diçka? Tha, urdhno. Tha, a bën të më tregojsh çka të ka ndodh që ti ke duru për hir të Allahut, që po ja përmend Allahu dhul Xhelal, o Zot, ti më ke sprovu, unë për ty kam duru. Tha, nuk du ta tregoj çka më ka ndodh, se kam frikë se I humbi sevapet. Nuk e tregoj sprovën, se e kam për Allah, kam duru për hir të Allahut, e kam frikë si të tregoj, po më paksohen, po më menjanohen sevapet. Çka tha dietari urt? Tha, unë as nuk të njoh, as nuk du të njoh, as nuk do të tregoj me emën mbi emën. M'duhet mu si shembull kjo fjala yte. Çfarë sprove, me çka të ka sprovu Allahu dhul Xhelal? Tha, me bes që nuk do ta përmendish. Tha, unë mund ta përmendi, e ka regjistruar Abdullah ibn Mubarak, mund ta përmendi, por pa emën, ty nuk të prish punë, se është pa emën. Tha, mirë, do të tregoj, tha, masi ashtu do të tregoj. Tha, u pata martu, Allahu dhul Xhelal me burrin na dha shumë jetë të lumtur, dhe kishim një jetë me të vërtet komode, dhe e kalojshim me dashuri, me respekt, shumë mirë. Allahu dhul Xhelal na fali një vajzë. Vajza I boni afër 20 vjet, I kaloi 20 vjet, mbetëm veç me qatë. Ishim shumë të kënaqur. Ama ishim shumë të kënaqur që me vonesë. Zoti na fali një vajzë, ajo I boni 20 vjet, I kaloi 20 vjet, pastaj na fali Allahu dhul Xhelal një djalë. Pas atij na fali edhe një tjetër. Njëri djalë duke I pas 7 vjet, ai tjetri 5, dëgjem, thot bashorti im theri një kurban, një dele për që nda fukarave, sadaka. Pas I e kryti, thot nuk shkoj një ditë 2, djali 7 vjeçar, I ka thonë ati 5 vjeçar, shtriju ti të bëj une si boni babi me dele. E merë thikën, thot, edhe e pret vllauneve. Kur e pret, thot, kur ngajta une, djali shkoj. Djali me iku, mdol prej dere. Shpijën e kishim shumë afër malit. Iki djali, thot, hini në mal. E thira burrin me zi se e gjeta, ju bashkan gjitë burri, ju vu mra pa ta gjoje, burri duke nga rend e zen në atar shet me një vend dikundi, edhe mbitet. Djali më humbet, ma vonë marim vesh të kishë hongër ujku. Subhanallah. Njonin djali e preu vlla. Djali që iku e ka hongër ujku. Baba duke kërku djalin në shet dikundi, mbytet. Kur merë vesh të vajza, çka ka ndodh, bije edhe ajo vdes. Edhe mbeta vet. Kom duru për hir të Allahut. Kom bo sabër për hir të Allahut. Andaj I drejtohem Zotit, o Zot, nëse këtë sabër, këtë durim, që s'jam anku asnjëherë, nëse e kom pas për hir tëndi, për izat tëndën, o Zot, pranoma edhe ma shpërblej në ditë të mahsherit dhe ma bashkon në xhenet me ata që I kom humbë në dynjë. Kur ndëgjon Abdullah ibn Mubarak këtë ndodhi, fillon të qarë. Ajo motër muslimane thot, e kaq sa qarën ti, unë s'kom qarë kur më ka ndodh. Subhanallah, dhe pse të qamurit lejohet, të qamurit me lot lejohet, pa Abdullah ibn Mubaraki, dietar, zemër but, kur e ka ndëgju se çka I ka ndodh asaj motër muslimane, dhe ajo po I lutet Allahu dhul Xhelal, që Allahu t'ja shpërblen durimin, edhe po lutet që ta ketë pas durimin për hir të Allahut, ai fillon të qalë me za,
kjo thot mbahu, se une që kaq nuk kom. Ndoshta ja ka thonë për modestis, që do më thonë që atë ta inkurajon, thot ndalu, thot mos qaj se une nuk kam qa kaq kur më ka ndodh telashe. Pra telashe e paprit kështu përmendoj e papranueshme logjikisht, por Allahu dhul xhelal sprovon o vëllezër të dashur. Allahu dhul xhelal sprovon